Në kohën kur historia e Kosovës po shënonte një kthesë të re, gjykata speciale në Hag u ngrit si një monument I dyfisht. Nga njëra anë, një pasqyrë e vendosmërisë ndërkombëtare për të sjellë drejtësi për krimet e luftës. Nga ana tjetër, një sfidë e vazhdueshme për identitetin dhe krenarinë e një populli që ka luftuar për lirinë e tij. Por kur një erë e re politike ka mbërritur në Shtetet e Bashkuara, mund të jetë pikërisht momenti kur politika ndërkombëtare mund të marrë një kthesë tjetër. Me ardhjen e Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, ideja se gjykata speciale mund të shfuqizohet apo të kalojë në një skenar të ri nuk është një fantazi e largët, por një mundësi që shpesh është nënvlerësuar. Prandaj kjo është një mundësi që megjithëse shumë e pasigurt mund të shënojë një ndryshim të thellë në raportet e Kosovës me botën dhe mund të hapë një kapitull të ri në rrugën e drejtësisë dhe paqes për vendin. Në një mozaik të fjalëve dhe mendimeve rreth gjykatës speciale, disa figura kanë shpalosur vlerësime dhe reflektime të ndryshme, që përshkruajnë procesin kompleks që po zhvillohet, ndikuar nga natyra e pasigurt dhe ndoshta e padrejtë e këtij mekanizmi gjyqësor. Avokati Taulant Hodaj për ekspoze prodhemi Gazeta Blitz ka theksuar se mundësia e zhbërjes së gjykatës speciale është juridikisht e mundur, por pa efekte konkrete. Sipas tij, gjykata kushtetuese e dhomave të specializuara ka marrë në dorë çdo kompetencë lidhur me këtë gjykatë, duke I hequr juridikisht nga duart të tjera, përfshirë edhe Kuvendin e Kosovës. Hodaj shtoi se nëse ka vullnet për ndryshime të tilla, ato mund të vinë vetëm me mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, Hodaj e shikon çështjen e zhbërjes si një sfidë që ka lënë përtej kufive të Kosovës, duke kërkuar bashkëpunim dhe lobim me partnerë ndërkombëtar. Faktikisht mund të zhbëhet, por juridikisht për gjykatën speciale nuk ka efekt. Nëse shohim, ka një vendim të dhomës kushtetuese të gjykatës speciale në lidhje me zhbërjen apo ndryshimin e mandatit të gjykatës speciale. Dhe ata thojnë që ne jemi kompetent për gjykatën speciale, gjykata kushtetuese e dhomave speciale, ne vendosim. Dhe nuk është kompetent as Kuvendi I Kosovës më tutje nuk ka mandat, as në institucion tjetër, ne vendosim. Dhe sipas tyre, ata vendosin për çdo gjë përveç mandatit, kur përfundon mandati, kur të ka një vendim të Këshillit të Bashkimit Evropian, që ata duhet nëse e dërgojnë kur gjykata njofton që I ka përfunduar rasti dhe ata duhet të marrin një vendim. Do të thonë ja kanë hek juridikisht këtë kompetencë Kosovës plotësisht nuk e ka. Dhe ata kanë bërë me dije që çfarëdo veprimi që mund të merr, qoftë ndryshimi kushtetues në Kosovë apo ligjore, për ta nuk kanë efekt fare për punën e tyre. Po praktikisht nëse ndodh një gjë e tillë, normal që do të vështirësojë funksionaliteti I gjykatës speciale, sepse është e lidhur gjykata speciale me Kosovën, me bashkëpunimin me Kosovën, edhe pastaj mund të vështirësojë një punë e tillë. Tjetra është, unë shpesh e kam rekomanduar, nëse me të vërtet ka dëshirë apo duhem të ndryshojmë gjykatën speciale, duhet të shikohet kush është faktor, kush e ka bërë gjykatën speciale apo kush mund të zhbëjë. Dhe gjykatën speciale kanë bërë vendet mike të Kosovës, ose këto vendet që e kanë përkrah Kosovën, dhe ato mund të, nëse lobohet drejt me to, nëse I bindit ato mund të bëjnë një gjë të tillë dhe të kërkojnë nga Këshilli I Bashkimit Evropian dhe formalisht të ndryshohet mandati I saj apo të përfundohet. Ish këshilltari Hashim Thaqit Artan Behrami ka kritikuar vonesat e institucioneve të Kosovës për të adresuar padrejtësitë që janë bërë nga gjykata speciale. Ai ka theksuar se Kosova I ka dhënë gjithçka gjykatës, por kjo ka shfrytzuar besimin e dhënë. Sipas tij, ka ardhur koha që Kuvendi dhe qeveria të ndërmarrin hapa për të rikthyer ligjmërinë dhe drejtësinë në Hag. Ai ka propozuar krijimin e një komisioni hetimor dhe një rezolut për të adresuar këto çështje, duke bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet që financojnë gjykatën speciale. Fatkeqësisht, institucionet e Kosovës janë vënuar shumë që të kthejnë drejtësinë të cilën na ka marrë gjykata speciale. Gjykata speciale Kosova I ka dhënë gjithçka. Ja ka dhënë ligjin, ja ka dhënë kompetencat, ja kemi dhënë gjykatën kushtetuese, ja kemi dhënë ombudspersonin. Pra, në mirë besim, ja kemi dhënë shtetin e Kosovës. Dhe gjykata speciale e ka keq përdor skajshëm
këtë gatishmëri të Kosovës, këtë besim që Kosova ka pas në drejtsinë ndërkombëtare, në drejtsinë evropiane, sepse ne këtë gjykatë kemi ndërtu për të adresuar të gjitha shqetësimet ose të gjitha ato që ka paraqit dikmarrëti në raport e që kanë të bëjë me trafikim të organeve. Dhe gjykata speciale nuk është marrë me trafikim të organeve dhe në këtë mënyrë ka tradhtu besimin që deputetët e Republikës së Kosovës ja kanë dhënë kësaj gjykate. Prandaj ne jemi vonë me që institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës, presidenca, kuvende nuk kanë bërë asnjë hap për të adresuar shqetësimet të cilat janë ngritur tash e 4 vite. Dhe për këtë kemi kritika edhe nga shtëpia e Barë, ku zoti Grenell i kritikojnë institucionet e Republikës së Kosovës që për shkak të politikës, për shkak arsyeve politike, nuk kanë ndërmarrë asnjë hap ligjor. Pra e thekson, nuk kanë ndërmarrë asnjë hap ligjor për të rikthyer drejtsinë në gjykatën e Hagës. Çfarë duhet të bëjmë ne urgjentisht sapo të formohet kuvendi dhe qeveria e Republikës së Kosovës është që ne duhet të ndërmarrim disa hapa për të rikthyer edhe një herë ligjshmërinë në Hagë, sepse atje është duke gjykuar historia e Kosovës, është duke gjykuar e ardhmja e shtetit të Kosovës dhe shteti i Kosovës asnjëherë nuk ka qenë më në rrezik se sa është sot me këtë gjykatë. Prandaj ne duhet të veprojmë. Së pari në kuvendin e Republikës së Kosovës duhet të krijojmë një komision i cili heton të gjitha këto padrejtësi që ka ndodhur në gjykatën speciale dhe këtë raport t'ia dorëzojmë dhe të komunikojmë me shtetet që financojnë gjykatën speciale. Ne duhet ta bëjmë patjetër një rezolutë në kuvendin e Kosovës e cila po ashtu të shpërndahet shteteve mike të Kosovës. Ne duhet të nisim një komunikim me shtetet që financojnë gjykatën speciale. Ne duhet të koordinohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me që qëndrimi i SBA-s për gjykatën speciale tashmë ka ndryshuar. Pra edhe ne duhet të veprojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për me gjetë mekanizma se si ta rikthejmë ligjshmërinë në gjykatën speciale. Nuk bëhet fjalë këtu për zhbërje. Hashim Thaçi dhe krerët e UÇK-s e meritojnë një përfundim të verdiktit, e meritojnë një verdikt e që është verdikt i pafajësisë. Por çfarë kemi pa deri sot është e kemi një panel gjyqësor i cili tashmë ka vendosur për dënimin e krerët të UÇK-s. Dhe ne kemi pa këtë. Pra, nëse deri më sot qytetarët ose çdo kush ka dyshuar në paanësinë e gjykatës speciale, me vizitën e presidentit Thaçi e kanë pa me sytë e tyre se kjo gjykatë sillet si gjykatat e viteve 90 të Serbisë. Dhe këtu s'ka lidhje me drejtësi. Ish hetuesja e Tribunalit të Hagës Nevenka Trump ka theksuar se një kërkesë për shfuqizimin e gjykatës speciale mund të ketë pasoja të rënda për Kosovën, veçanërisht për marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian. Sipas Trump, ka pasur spekulime rreth mundësisë që presidenti amerikan Donald Trump mund të kërkojë shfuqizimin e gjykatës. Ajo, për ekspoze prodhimi Gazeta Blic, theksoi se SBA-t nuk kanë fuqi të drejtë për të realizuar një gjë të tillë. Kohët e fundit ka pasur disa thashëtheme se presidenti i SBA-s, Donald Trump, mund të jetë i gatshëm të shfuqizojë gjykatën speciale. SBA-ja ka qenë alati më i fortë i Kosovës që nga viti 1998, por nuk ka fuqi të drejtë për ta bërë një gjë të tillë vetë. Vendimi i takon kuvendit të Kosovës. Edhe nëse SBA të e gjenë mënyrën për ta gjallëruar parlamentin e Kosovës që të votojë për heqjen e saj, do ta vendosë Kosovën në një pozitë shumë të vështirë ndërkombëtarisht. Pra, nëse Kosova do ta shfuqizonte specialen, ajo mund të dëmtonte marrëdhëniet e saj me BE-n dhe potencialisht të qonte në mosmarrëveshje ligjore. Besian Beja, gazetarët, thotë se qysh nga ardhi administratës Trump, gjykata speciale ka pas një stepje. Por, ajo është kundër shfuqizimit të gjykatës speciale, pasi, siç thotë, si ka nisur kjo gjykatë, ashtu dhe duhet të përfundojë, duke nënvizuar dilema dhe shkeljet që janë bërë, të konstatuara edhe nga juristë e shoqërisë civile. Në gjykatën speciale ka pas një, le të themi, jo frikë, po me quajtur një farë stepje pas ardhjes në pushtet të Donald Trumpit, edhe kjo është e vërtetë.
Madje unë kam raportu që në takimin vjetor që e mban kryetarja e gjykatës speciale dhe kryeprokurorja me diplomat, janë përmend edhe deklaratat e Richard Grenell për shfuqizimin e gjykatës speciale dhe lirimin e Hashim Thaqit. Por sa mund të realizohet kjo në praktikë, unë e shoh me shumë dilemë, në fakt edhe nuk është do ta përkraja në këndvështrimin edhe si gazetar që e kam përcjell, sepse shumë më mirë do të ishte që ky proces pasi ka nis me kaq shumë dilema dhe me kaq shumë shkelje do të thoya që janë konstatuar edhe prej juristëve, shoqërisë civile, ky proces të shkojë deri në fund dhe të kemi një vendim dhe të merr fund një herë përgjithmonë këto akuza që janë bërë në drejtim të UÇK-s. Do të thotë nuk shën ndonjë mekanizëm që mund ta shfuqizonte gjykatën speciale, ajo që unë e vlerësoj të rrugës është që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe BE-ja të përkujdesen për një proces të drejtë, për një proces që i respekton të drejtat e njeriut, sepse pa marrë parasysh nëse dikush është i paraburgosur, madje edhe i dënuar në rastin më të keq, ka shumë të drejta që ata i kanë mbi supe. Do të thotë, nuk është kjo sikur le të themi i ke shtin burg edhe mon ata janë të izoluar, nuk kanë asnjë të drejtë. Dhe kjo është vërtet edhe me çështjen e varrimeve, ku gjykata speciale është konstatuar edhe prej avokatit të popullit në Kosovë që ka bërë shkelje të drejtave të njeriut. Për me përmbledh, nuk besoj që mund të ketë një mekanizëm që e shfuqizon, le të themi, me një mëngjes të mirë kështu gjykatën speciale, por ky proces duhet të shkojë në fund dhe vendimi i gjyqtarëve duhet të jetë vendim i bazuar mbi provat që janë paraqitur gjatë gjithë gjykimit. Me atë që kemi pa në seanca publike, mbetet shihet se cili mund të jetë vendimi i trupit gjykues. Michael Carnavas, avokat amerikan e njohës i të drejtës ndërkombëtare penale, që është i akredituar edhe nga gjykata speciale, ka folur ekskluzivisht për ekspoze prodhimi Gazeta Blitz. Ai tha se mbyllja apo shfuqizimi i kësaj gjykate për një kohë të shkurtë është e pamundur. Sipas tij, specialja do të jetë edhe për rreth 5 apo 10 vite të tjera. Për sa i përket mbylljes së gjykatës speciale, përgjigjja e shkurtër është jo. Shqyrtimi gjyqësor do të vazhdojë. Pasi të merret një vendim, do të ketë një ankesë. Kjo do të marrë vite. Ndërkohë, më shumë të dyshuar mund të arrestohen dhe të akuzohen e gjykohen. Sipas ritmit të gjërave, do të thosha se speciala do të jetë edhe për rreth 5 ose 10 vite të tjera. Gjevdet Smakiqi për ekspoze prodhimi Gazeta Blitz thotë se procesin për shfuqizimin e gjykatës speciale nuk e shet të pamundur. Fillimisht nuk mund ta mohojmë ndikimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse edhe themelimin e saj ka ishte kërkuar Joe Biden në kohën kur kërkua ligji për dhomat e specializuara, pra ndikimi amerikan ka qenë vendimtar në themelimin e gjykatës speciale për të pastruar pretendimet e Dick Martit, të cilat nuk u vërtetuan me raportin e Williamsonit, dhe pastaj gjykata speciale u themelua, por nga aspekti juridik kushtetues dhe autorizimeve që i ka Këshilli i Evropës për ta përmbyllur procesin e funksionimit të dhomave të specializuara me marrëveshje ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Evropës dhe Mbretërisë Holandës, e konsideroj si një proces të komplikuar, nuk e them të pamundur, por është tepër naive të themi se një administratë siç është Trump mund ta ndërprej funksionimin e dhomave të specializuara. Ai thotë se ish krerët e UÇK-s janë viktima të këtij procesi, që sipas tij është i padrejtë. Fillimisht, siç e thatë edhe ju, është një proces shumë i stërgjatur dhe është kundërshtim me parimin themelor në drejtësi për një gjykim të arsyeshëm në kohë të arsyeshme, pra dhomat e specializuara të Kosovës, edhe pse janë të Kosovës formal juridikisht, ato menaxhohen, administrohen dhe funksionojnë mbi bazën e stafit ndërkombëtar, pra gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ të Këshillit të Evropës dhe shtetet anëtare të saj. Pra kemi pasur një proces gjyqësor të padrejtë, edhe ka qenë mbi 70 ose mbi 60% e gjithë procesit ka qenë në kundër parimit apo në kundërshtim me parimin e publicitetit. Si qytetar nuk e kemi pasur se çka ka ndodhur brenda dhe konsideroj që edhe mbajtja në paraburgim, pra masa paraburgimit ka qenë kundërshtim me konventa ndërkombëtare, me nenin 40-41 të ligjit për dhomat e specializuara, me nenin 6 të konventa ndërkombëtare për mbrojtje të drejtave të lirijve të njerëzit dhe me nenin 184 të kodit të procedurës penale. Pra mund të themi përfundimisht se në dhomat e specializuara kanë deri më tani kanë ushtruar një proces të padrejtë ndaj krerëve të UÇK-s dhe i konsideroj viktima të këtij procesi.
Blendina Veliqi, përfaqësuese e IKD-s, është e angazhuar në mbikëqyrjen e këtij procesi, duke thënë se IKD monitoron sistematikisht gjykatën speciale, një angazhim që reflekton seriozitetin e përpjekjes për të siguruar që procesi të jetë në përputhje me norma ndërkombëtare. Instituti i Kosovës për Drejtësi monitoron sistematikisht gjykatën speciale dhe gjitha proceset që zhvillohen në të, dhe nuk na takon neve që të flasim nëse procesi është i drejtë ose po bëhet politik në këtë rast. Ajo që mund të themi një është se rasti ndaj shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ka zgjatur, por megjithatë është drejt fundit për shkak se dihet tashmë që afati i prokurorisë është drejt fundit për me mbyll çështjen e sajna. Por rasti do të vazhdojë edhe mujt në vazhdim për shkak që dihet që janë disa afate gjyqësore ku mbrojtja do të pritet dhe dorëzoj mocionet e sajna për hedhjen e akt akuzave, pastaj në rast nëse don që të thrasë dëshmitarët e sajna për çështjen e sajna e tjerë, kështu që nuk mund të themi me saktësi kur përfundon, por që gjykimi është drejt fundit. Veliqi është optimiste se ky proces mund të mbyllet në fund të këtij viti ose fillim të vitit të ardhshëm, duke pasur parasysh se prokuroria nuk ka në plan të therrasë dëshmitar të tjerë. Vetë të caktuar nuk mundem me thënë që ka me siguri, por ajo që mund të themi është se procesi është drejt fundit edhe mund të përfundojë ose në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, gjë që sidomos në vitin e ardhshëm mund të jetë e sigurt. Edhe gazetari Besian Beja theksoi se procesi ka hyrë në fazën finale, me paraqitjen e provave për zonat të caktuara të UÇK-s dhe dëshmitarët që janë gjithashtu në fund. Tash pjesa e paraqitjes provave të prokurorisë është drejt fundit, do ta kemi mesin e muajit prill, domethënë si datë kur ata do t'i paraqesin gjitha provat që ai kanë, edhe kemi pa që janë tuj paraqit provat për zona caktuar të UÇK-s. Pjesa e dëshmitarëve gjithashtu është në fund, domethënë i bën që pas 2 vitesh prokuroria e ka përfunduar rastin e vet. Është tepër e rëndësishme për me sqaruar që tash priten që avokatët e krerëve të UÇK-s me paraqit një mocion për rrëzim të akt akuzës, sepse në kundërshtrimet e avokatëve, prokuroria nuk ka arrit në asnjë mënyrë me vërtetu asnjë prej pikave të akt akuzës dhe si rezultat ata do të kërkojnë hudhjen e akt akuzës, varësisht prej vendimit që e merr trupi gjykues për hudhjen ose jo të akt akuzës. Mund të konstatojmë se sa mund të zgjas procesi, nëse ky mocion hudhet poshtë, i bën që më pas do të jetë rrodha e mbrojtjes për të paraqitur provat e veta edhe dëshmitarët e vet. Nëse vazhdon me një numër të caktuar të dëshmitarëve, mund të themi që mund të zgjas ndoshta me një vendim deri në fillimin e vitit të ardhshëm. Domethënë, është goxha spekulative kështu, sepse varet shumë prej vendimit të trupit gjykues. Por nëse nuk ka shumë dëshmitar të mbrojtjes dhe paraqitja e provave të avokatëve shkon me një procedurë më të shpejtë, unë besoj që deri në fund vitit mund përmbyllet shqyrtimi gjyqësor edhe në fillimin e vitit të ardhshëm mund të ketë një vendim në shkallën e parë. Ish-qytetari i presidentit Hashim Thaçi, Artan Berami, teksa ka kritikuar ashpër refuzimin e gjykatës speciale për të lejuar Thaçin dhe të tjerët të vizitojnë familjarët e tyre, ka thënë se kjo gjykatë nuk beson as në shtetin dhe ligjet e Kosovës, madje as në autoritetet e saj. Refuzimi që ka bërë presidentit Hashim Thaçi për ta vizituar babain e tij të sëmurë në spital ka qenë i papranueshëm, por i pritshëm me që nga fillimi i këtij procesit gjykata speciale në mënyrë sistematike i ka shkelur të drejtat e njerëzit, i ka shkelur të gjitha konventat evropiane, i ka shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e Kosovës, dhe kjo gjykatë është shndruar në epicentër të padrejtësive kundër krerëve të UÇK-s. Prandaj refuzimi 3 herë i kërkesës për të vizituar babain e tij është një akt çnjerëzor dhe jo human, dhe edhe një herë e ka treguar fytyrën e kësaj gjykate që nuk kursen asnjë gjë, vetëm që të poshtroj krerët e UÇK-s dhe që të dënoj me çdo kusht dhe me çdo kusht pra krerët e UÇK-s. Të gjitha kërkesat që janë bërë nga mbrojtja presidentit Thaçi për ta vizituar babain e tij të sëmurë janë bazuar në dokumentacione shumë kredibile të mjekëve kosovar. Por gjykata speciale si duket nuk i beson askujt në Kosovë, nuk i beson as shtetit të Kosovës, nuk i beson as ligjeve të Kosovës, nuk i beson as mjekëve të Kosovës, as policëve të Kosovës. Dhe me këtë mosbesim ata kanë vepruar edhe në këtë rast. Pra 3 herë kanë refuzuar kur babai i presidentit Thaçi ka qenë në gjendje shumë të rëndë, shumë të rënduar. Dhe vetëm kur e pan që ai po vdiste, e lejuan që të vinë në Kosovë.
por refuzimi ka të bëjë edhe me diçka tjetër, që gjykata speciale në të gjitha aktet që ndërmerr, gjithmonë e ka një prapavi, një kalkulim politik. Dhe refuzimi i kërkesës së presidentit thaqë për të vizituar babain e tij ka qenë po ashtu edhe për shkak të politikës, me që gjykata speciale ka parë që kërkesat janë bërë gjatë fushatës zgjedhore dhe ata nuk kanë dashur që të interferojnë në rezultat. Pra, me fjalë tjera, gjykata speciale ka parti politike në Kosovë të cilat i favorizon dhe ka parti politike në Kosovë të cilat ajo i shes si armike. Gjykata speciale mbetet një hap i rëndësishëm për drejtsinë, por njëkohësisht një pasqyrë e kompleksitetit të politikës ndërkombëtare dhe dinamikave të pasigurta që përcaktojnë fatin e Kosovës. E ardhmja e saj duket e paqartë, por çdo hap që do të ndërmerret për të ndryshuar kursin aktual do të ketë ndikime të mëdha, jo vetëm për vendin, por edhe për marrëdhënien ndërkombëtare të Kosovës.